Andrea Agostinelli ka kaluar në disa skuadra të ndryshme në Shqipëri teksa ka qenë në pankinën e Skënderbeut, Partizanit dhe së fundmi dhe skuadrës së Flamurtarit, dhe në etapat e tij në Shqipëri ka ndeshur me shumë lojtarë të ndryshëm, mes të cilëve edhe Yliber Ramadani, të cilin e ka kujtuar në një intervistë që ka dhënë në mediat italiane. Ai po intervistoi rreth paraqitjeve të fundit të Lecces, ku luan mes fushori shqiptar dhe ka kujtuar se ishte pikërisht ai trajneri me të cilin Ramadani kishte debutuar te Partizani. Ramadani ishte një nga më të mirët dhe e bëra unë të debutonte në Shqipëri te Partizani disa vite më parë, me të vërtet një djalë i shkëlqyer dhe një profesionist i madh. Ai kishte një aftësi taktike shumë më të rëndësishme se mosha që kishte, ishte 19 vjeç dhe dukej që atëherë një i ri i plakur për mënyrën se si luante dhe për përkushtimin në çdo stërvitje që të mësonte gjithmonë diçka më shumë, kujtoi Agostinelli vitin 2016, kur ai mori drejtimin e Partizanit për disa muaj.